Dhoma amerikane e tregtisë kundërshton nismën e qeverisë për të fshirë rreth 1 miliard euro detyrime tatimore dhe doganore të papaguara nga bizneset të krijuara më shumë se 10 vjet më parë. Në një deklaratë, dhoma amerikane thotë se paqja fiskale cënon konkurrencën e ndershme dhe e sheh atë si një mundësi për të legalizuar parat me origjinë të dyshimt. Projektligji propozon një skem në të cilën bizneset që kanë deklaruar me korrektësi fitimet ndër vite vendosen në një pozicion të pafavorshëm, ndërsa subjektet që kanë shmangur detyrimet tatimore përfitojnë drejt për drejt. Mungesa e detyrimit për të verifikuar origjinën e fondeve krijon rrezikun që përmes kësaj skeme të legalizohen kapitalet me burim të paqartë ose potencialisht kriminal. Mospërfshirja e mekanizmave të fortë të kontrollit në përputhje me legjislacionin kundër pastrimit të barave dhe përjashtimi audituesve nga përgjegjësitë për diferencat e krijuara e shtojnë rrezikun që kjo nismë të perceptohet si një formë tërthort e amnistisë fiskale. Nga janari, qeveria kërkon të bëjë edhe paqe fiskale me bizneset, duke ju ofruar mundësinë e parapagimit të tatimit kundrejt mos kontrollit tatimor për 1 vit. Po ashtu bizneset e mëdha që do të lidhen marrëveshjen e paqes fiskale me administratën tatimore, do të mund të rideklarojnë pasqyrat financiare të 5 viteve të fundit kundrejt tatimit 5%. Kjo për dhomën amerikane nxit shmangje tatimore. Një normë tatimore prej vetëm 5% do të aplikohet në rastin kur fitimi realizuar rritet mbi 18%, si dhe në rastin e rideklarimit të zërave të tjerë financiar. Kjo krijon një hendek të konsiderueshëm ndërmjet normave tatimore të rregullta, 15% për të ardhurat e korporatave dhe 23% për kategoritë të caktuara biznesesh, dhe normës preferenciale të skemës. Ky dallim i madh nuk ka justifikim ekonomik dhe krijon një nxitje të fortë për të gjitha bizneset të lëvizin drejt skemës së paqes fiskale, duke reduktuar ndjeshëm të ardhurat potenciale të buxhetit të shtetit. Në një periudhë ku kërkohet stabilitet fiskal dhe parashikueshmëri, kjo skemë nxit shmangjen tatimore dhe të kurrë bazën ekzistuese tatimore. Për më tepër, duke patur parasysh se mbi 90% e tatim paguesve aktualisht përfitojnë përjashtime tatimore, baza tatimore ngushtohet edhe më tej, duke rritur pabarazin dhe duke ulur efikasitetin fiskal. Dhoma amerikane kërkon rishikimin e plotë të projektligjit duke hartuar politika fiskale që nxisin formalizimin, garantojnë konkurrencë të drejtë dhe forcojnë integritetin e administratës tatimore.